në ballafaqimin, në procesin me gjyqësori në 3 shkallët, i ndryshoi kualifikimin. Prokuroria ka vajt me akuzë për vrasje në rrethana cilësuese 79, neni 79. Këtë që kërkojmë ne tani, dhe kështu si që është e vërteta, aq sa dim ne se jo të tëra i dim. Për mua, s'paku ndodhet ai prokurori që drejton hetimet ndodhet para 2 rrugëve. Do preferoj me këtë teorinë, direktivën që është dhënë që edhe këta zyrtarët e lartë, ministër, kryeministër e të tjerë, që ju shmangën, nuk u përfshin në hetim, po i pyesim, po bëjmë hetim, po nxjerrim përgjegjësinë, po këta e shumta kanë shpërdorim detyre, edhe shpërdorim detyrës në qenë ka parashkruar, dhe këta dalin në palar, janë të pastër. Në gjykimin tim, s'duhet t'i qëndrojnë kësaj vije. Kjo është vijë për t'i shpëtuar, që është kurdisur që më përpara, ndaj dhe vajti kaq vjetë, derisa të parashkruesh. Ndaj dhe ndryshoi kualifikimin i veprës, nga ndryshe që e bën prokurorët, vrasjen e rrethana cilësuese me vrasjen nga pakujdesia. Cili është thelbi? Ka bashkëpunim të zyrtarëve të lartë që nuk u përfshin në hetim me komandantin e gardës dhe me të tjerët që kryen, domethënë janë dënuar, janë hetuar vetëm ekzekutorët. Po, cili ishte roli kryeministrit, i ministrit dhe i disa funksionarë tjerë, mjekëve që dhanë ekspertizat gabuara, kush prishi provat, e me radhë, deri dhe te prokurorët që nuk vazhduan me atë intensitet të ushtronin përgjegjësitë dhe kompetenca e atyre. Donde ndonjëri, po e hoqë. Një minutë. Një minutë, nuk është justifikim ky. Një minutë. Berisha ka qenë shumë i fuqishëm atë. Nuk është justifikim. Nuk është justifikim. Një minutë. Ku e kam idenë? Në momentin që e zëm se nuk bashkëpunuan, ishin në pozita tjera hierarkisë, dhanë vetë porosi, merrni masa e me radhë. Në momentin që filloi të goditej policia dhe po qëlloi në mënyrë masive me armë nga forcat e gardës, patjetër kryeministri që ishte në kat dytë i dëgjojti. Patjetër ministri që shikonte nga terracat i dëgjojti dhe i shikojti. Pra filloi bashkëpunimi, se filloi raportimi, informimi, dhe ti duke dhënë dhe duke marrë urdhra dhe porosi, kupton, nga këta që çfarë po bëhet, pse ky shtek, këtu fillon bashkëpunimi. Bashkëpunimi do thotë ti u pajtove, ti a e thire në zyrë, a i u lërite,